Faktikisht 2026 nisi më keq se ç'mund të mendoj, pasi kanë humbur 3 jetë njerëzish të 3 çuna të rinj që këtë gjë nuk ndodh në asnjë vend të botës, por aksidenti është probabilitet dhe ndodh. Por unë do isha shumë kritik në lidhje me patrullimin dhe në lidhje me mbarvajtjen që duhet ishte bërë ndoshta nga policia rrugore, pasi këto segmente rrugore interurbane janë për të predispozuar nga të gjithë përdoruesit e rrugës, rrisin shpejtësinë dhe i tregohen të pakujdesshëm. Shpeshherë aksidentet rrugore në rrugët interurbane, ashtu siç ka ndodhur edhe në rastin në Tepelen, policia rrugore duhet ishte treguar e hekurt, domethënë në lidhje me masat, pasi nuk e di nëse drejtuesit e mjeteve kanë qenë në efektin e pijeve alkolike apo jo, por efekti i pijeve alkolike rrit shpërqendrimin, rrit kohën e reagimit,